A jemi mirë? Da. Kur t'jemi gati, kur ke vide me spremni, kažit. Pra të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar gazetar, kjo preskonferencë e sotshme i është përkushtuar një temë të rëndësishme. Ajo është kujdesi ynë për mësimdhënësit dhe përkushtimi në vazhdimsi për motivimin e tyre për punë, duke siguruar paga më të larta, kushte më të mira për punë dhe mundësi për ngritje në karrierë. Mësuesit janë hallka më e rëndësishme në procesin arsimor të nxënësve. Prej tyre respektivisht përkushtimit, motivimit për punë dhe kreativitetit të tyre gjatë kryerjes së detyrimeve të tyre të punës, varet cilësia gjeneratave që krijohen. Pa mësimdhënës të kënaqur, sigurisht se nuk do të kemi arsim cilësor. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë çështje, prandaj gjatë 2 viteve të kaluara u përpoqëm të rikthejmë dinjitetin e profesionit të mësimdhënësit. U zotuam që mësimdhënësit të marrin vendin e duhur në shoqëri dhe respektin që në fakt e meritojnë. Plani ynë fillestar për mbështetjen e mësimdhënësve tashmë është realizuar plotësisht. Por në periudhën e vijim do të punojmë edhe në zgjerimin shtesë të këtij plani dhe për mundësi të reja për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional. Brenda një periudhe 2 vjeçare, pagat e mësimdhënësve në shkollat fillore dhe të mesme janë rritur për më tepër se 21%. Kjo është rritje historike dhe ne mburremi me këtë fakt. Rritja e parë e pagave për mësimdhënësit ishte në shtator të vitit 2018, edhe atë për 5%, kurse në shtator të vitit të kaluar, po aq u rritën pagat, prap për 5%, kurse rritja e tretë e pagave prej 10% është realizuar si vjet, duke filluar nga 1 janari vitit 2020. Dhe nëse flasim me shifra përmbledhëse, së bashku me nivelizimet vjetore të pagave, kemi rritje të pagave për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional për më shumë se 21%. Ndërkohë që janë rritur edhe pagat për punonjësit e institucioneve të arsimit të lartë për 5% dhe së shpejti, pas gjetjes së një zgjidhjeje juridike, të njëjtit do të kenë rritje të pagës për 10%, çështje kjo që tashmë është dakorduar. Sigurisht se edhe pagat e punonjësve në institutet shkencore publike janë rritur për më tepër se 30%. Kur flasim me shifra konkrete, më duhet të them se rritja të pagave kanë pasur gjithsej 32.400 qytetarë, prej të cilëve 19.500 punonjës në shkollat fillore, 8.200 në shkollat e mesme, 4.500 punonjës në institucionet e arsimit të lartë dhe 220 punonjës në institutet shkencore publike. Në këtë kontekst, më lejoni t'ju përkujtoj se është miratuar edhe ligji për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në arsimin fillor dhe të mesëm, dhe ky ligj ndikon fuqishëm në motivimin për punë. Ky ligj për herë të parë siguron mundësi për avancim në karrierë në titujt mentor dhe këshilltar, sigurisht pas përmbushjes së kushteve të caktuara të mësimdhënësit, respektivisht të bashkëpunëtorit profesional. Dhe kjo nënkupton njëkohësisht edhe të hyra më të larta. Po aq e rëndësishme është edhe mundësia garantuar në kuadër të këtij ligji për zhvillim dhe përsosje të vazhdueshme profesionale, përmes trajnimeve të definuara në programet e akredituara. Nëse kësaj ja shtojmë edhe përpjekjet intenzive për avancimin e kushteve për punë në shkolla, duke përmirësuar infrastrukturën, sigurimin e pajisjeve e kështu me radhë, jemi të bindur se do të vazhdoj të rritet motivimi për punë i mësimdhënësve e kjo do të ndikojë në krijimin, nxjerrjen e gjeneratave që do të jenë gjithnjë më të mira, të paktën për disa nuanca nga gjeneratat paraprake. Ky përkushtim i ynë dhe këto rezultate janë garanci për synimet që do t'i kemi në fokus dhe që do t'i realizojmë në periudhën e vijim. Të nderuar, me përkrahjen tuaj, Bashkimi Demokratik për Integrim arriti të realizoj programin e vet në tërësi. Atë që e themi, atë e bëjmë.
dhe ju falenderojmë për besimin e dhënë. Ndërsa nga tani, angazhohemi bashk për përmirësimin e cilësisë së jetës, bashk për zhvillim dhe vende pune për të gjithë, bashk për t'i dhënë fund drejtësisë jo selektive nëpërmjet vettingut, bashk për rinin tonë si prioritet absolut i yni, dhe bashk në parafrimin e standardeve tona me ato të Bashkimit Evropian. Kemi bërë shumë punë, por edhe shumë punë kemi për të bërë. Bashk do t'i bëjmë të gjitha. Почитувани представници на медиумите, почитувани новинари, почитувани граѓани, ова прес-конференција е посветена на една исклучителна важна тема, а тоа е нашата грижа за наставниците и заложбите за потикнување на мотивацијата за работа преку повисоки плати, подобри услови за работа и можности за кариерен развој. Наставниците се најважната алка во образовниот процес на учениците. Од нив, односно од нивната заложба, мотивираност за работа и креативност при извршување на работните обврски, најмногу зависи квалитетот на генерациите кои се создаваат. Без задоволни наставници нема квалитетно образование. Ние сме потполно свесни за ова работа и затоа во изминатите 2 години силно се заложивме да го вратиме дигнитетот и достоинството на наставничката професија. Се заложивме наставниците да го добијат местото во општеството и почита која всушност и ја заслужуваат. Нашиот првичен план за поддршка на наставниците е веќе целосно реализиран. Но во следниот период ќе работиме на негова надградба и понуда на нови можности за наставниците и стручните соработници. За период од 2 години, платите на наставниците во основните и средните училишта се зголемени за повеќе од 21%. Историско покачување со кое се гордееме. Првото покачување на платите на наставниците се случи во септември 2018 година и тоа за 5%. Второто во септември 2019 исто така за 5%. Додека третото, кое изнесува нови 10%, е реализирано почнувајќи од 1 јануари 2020 година. Кумулативно, заедно со годишните порамнувања, имаме зголемување на платите на наставниците и стручните соработници во основни и средни училишта за повеќе од 21%. Во меѓувреме, порасна и платите на вработените во високообразовните установи за 5%, а наскоро, по изнаоѓање на правно решение, ќе ги добијат и новите 10% кои се веќе договорени. Порасна и платите на вработените во научните институти за повеќе од 30%. Изразено во конкретни бројки, покачување на платата добиваат вкупно 32.400 граѓани, од кои 19.500 вработени во основните училишта, 8.200 во средните училишта, 4.500 во високообразовни установи и 220 во јавните научни институти. Во овој контекст, дозволете да подсетиме дека е и усвоен Законот за наставници и стручни соработници во основни и средни училишта и тој силно влијае на мотивацијата за работа. За прв пат обезбедува можност за кариерен напредок во звања ментор и советник, по исполнувањето на одредени услови и затоа исто така наставникот, односно стручниот соработник, добива повисок личен приход. Подеднакво важна е и гарантираната можност во рамки на законот за континуиран професионален развој и усовршување преку обуки дефинирани во акредитирани програми. Ако на ова ги додадеме и интензивните заложби за унапредување на условите за работа во училиштата, преку подобрување на инфраструктурата, преку набавка на опрема и така натаму, убедени сме дека мотивираноста кај наставниците за работа континуирано ќе продолжи да се зголемува, а тоа пак ќе придонесе за создавање на генерации кои секоја една ќе биде барем за нијанса подобра од претходните. Ова наша посветеност и овие резултати се гаранција за заложбите на кои ќе бидеме фокусирани и ќе ги реализираме во периодот што следи. Почитувани,
Со ваша подршка, Демократската унија за интеграција успеа да ја спроведе својата програма во целост. Тоа што го ветиме, го остваруваме и ви благодариме за поддршката. А од сега, ние сите заедно ќе се ангажираме за подобрување на квалитетот на животот, заедно за развој и работни места за сите, заедно да ставиме крај на неселективната правда преку ветинг, заедно за нашата младина како наш апсолутен приоритет и заедно за приближување на нашите стандарди со оние на Европската унија. Направивме многу, но ни преостануваат уште многу работи. Заедно ќе ги направиме сите работи. Ви благодарам. Во насока на темава која држите пресконференција, Академскиот синдикат неодамна испрати писмо до Университетски во кој бара да ве задолжат да им се зголемат платите за 10%. Вие напоменавте дека ќе постои дека е правно решение. Може ли да кажете по-конкретно за какво правно решение станува збор и кога ќе биде таа исплата? Жалосно е што собранието не успеа да ги донесе измените и дополнувањата во законот за исплата на платите. Значи преку пратениците беше предложено преку законот за исплата на платите да се интервенира во истиот закон и да се обезбеди законски основ за покачување на платите и во високото образование за 10%. Средствата се обезбедени така што како што е договорено и со СОНГ, ако се сеќавате, во месец ноември, ако не сгрешам, се предвидени во буџетот и што ни остануваше. Уставот ни вели дека покачување на платите може да имаме ако тоа се предвиде или со закон или со колективен договор. Како што знаете, колективен договор на ниво на гранка, тоа значи на ниво на високо образование, немаме. Од осамостојување па до денешен ден таков колективен договор не сме имале. Имаше иницијатива да се потпишат поединечни колективни договори во рамки на работодавач. Но имаше отпор, критики и резистентност и од страна на постоечките синдикати. И за тоа се определивме да одиме со изменување и дополнување на законот за исплата на платите, кој пак ќе повторам, на жалост, во собрание не се успеа за да се дојде до тие измени и дополнувања од страна на пратениците. Така што во наредниот период ќе бидеме фокусирани, тоа што веќе е обезбедено, средствата се обезбедени, се предвидени во буџетот на Република Северна Македонија, тоа и да го направиме. Прашање е која техника и кој пат ќе го следиме. И од кога би почнало тоа? Наверојатно после избори? Не. Средствата се обезбедени за сметувајќи од 1 јануари 2020. Така беше предложен и законот, односно измените и дополнувањата во законот за исплата на платите, сметувајќи од 1 јануари 2020 сите вработени во високообразовни установи, конкретно во јавните универзитети, да добијат покачување на платите од 10%. И ова може да се провери, ако се провери самиот буџет на МОН или односно буџетот на Република Северна Македонија. Уште едно прашање од сферата на образованието, после ќе препуштам на колегите, во врска со представките и мобингот кои што се поднесени за директорот на Основното училиште Лазо Ангеловски. Дали имате некои информации во Министерството за образование, дали отворена нова поставка поведена за директорот? Министерството за образование и наука не е оперативен орган, е институција која се занимава со креирање и спроведување на политики, а секако дека во нашиот систем имаме и оперативни органи, како што е Државен просветен инспекторат, и сигурно од нивна страна веќе е постапено за утврдување на фактичката состојба и наводите кои се предвидени во самата представка. Министре, каква е состојбата со отсутни деца во училиштата поради настинки и грипови? Имате ли некаква информација? Според наши информации, училиштата се полуиспразнати. Размислувате ли за преземање на некакви мерки за прекина наставата?
на дневна основа ја следиме ситуацијата, сме во постојана комуникација и со Министерството за здравство и другите институции кои ја следат ова ситуација. Во случај на епидемија или во случај кога постои опасност од епидемија, така што ќе ја следиме ситуацијата и согласно со околностите ќе превземаме конкретни мерки. Minister, zei collega voor de steeds. Dan heb ik het al voor Cypern steeds. Morgen rapport in de commissie Percatis. Dus die met dat afvallen van het jeetje zal ik dat maar niet wenden, maar zetten we dit. Voor kosticht senior CEO përshkak virus. Pra, në nivel ditor ne po e ndjekim situatën. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me institucionet tjera përkatëse kompetente në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe se sigurisht në përputhje me rrethanat e krijuara të cilët konstatohen nga institucionet dhe trupa përkatës, ne si Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të marrim edhe qëndrimet më të tjeshme dhe vendimet më të tjeshme sa i përket vetë organizimit të procesit arsimor në arsimin fillor dhe në arsimin e mes. Kështu që për momentin nuk kemi diçka konkrete, po e ndjekim situatën dhe në qoftë se është e nevojshme mund të kemi edhe prolongim të procesit edukativ arsimor, varësisht prej konkluzave të cilët rrjedhin nga institucionet përkatëse kompetente. A ka filluar në vëndit të raditë të listatët të njërë dhe të këtë dyshime në kuadrin me qëndrindet që gjendër si deputat në listat të kandidatëve? Në Bashkimin Demokratik për Integrim bëhen analiza serioze, analiza të thukta, analiza të thelluara lidhur me të gjitha çështjet kadrovike dhe se Bashkimi Demokratik për Integrim edhe kësaj radhe, sikurse edhe çdo herë tjetër do ta bëj zgjidhjen më të mirë të mundshme dhe do të ofroj kuadrët më të mirë të cilët në mënyrë dinjitoze do të përfaqësojnë vullnetin e shqiptarëve. Во Демократската унија за интеграција се прават длабоки анализи, како и секогаш и Демократската унија за интеграција ќе предложи најдобрите кандидати кои на достоинствен начин ќе ги представуваат албанците. I përtjen persona që janë në vetë analizën të teknikë, a janë pak në fazën e shqyrtimit njëri të persona? Pra, bëhen analiza, bëhen matje të opinionit, bëhen konsulta me organet partijake, duke filluar nga njësitë më të vogla, siç janë këshillet vendor në nivel degësh, e kështu me radhë deri te organet qendrore partijake, po sigurisht edhe merren parasysh edhe matjet e opinionit, hulumtimet, sondazhet dhe anketet e ndryshme, po ajo çka na bën gjithmonë të besojmë është praktika tani më instaluar në BDI që nga themelimi deri më sot që është një vlerë në themelet e kësaj partie se do të ofroj kandidatët më të mirë të mundshëm të cilën në mënyrë dinjitoze do të përfaqësojnë vullnetin e shqiptarëve. Nisë kur pasi dolëm jashtë temës, ajo tash ku jeni edhe në cilësinë e përfaqësuesit BDI-s, pozitë që kemi. Si qëndrojnë punët me partnerin tuaj të koalicionit me LSDM, pasi që dje zëvendës kryeministri Bler Osmani u përmend nga përfaqësuesi i LSDM-s për rastin pacient në proceset gjyqësore, po ashtu duke përfshirë edhe me ligjin e flarë që mësol. A ka... Cilin ligje? Ligjin për prokurorin. Po? Në më thonë, Konstantin Konstantinovi përmendë edhe rastin e përfolur të zëvendës kryeministri Bler Osmani, që është profesor specialist. A ka prishje raportesh mes koalicionit ose janë tendenca të tjera, si e komentoni? Jo, nuk ka kurfar prishjesh raportesh në koalicionin e qeverisës. Ju e dini se parlamenti është shpërbër dhe partitë politike po e zhvillojnë aktivitetet e tyre që të organizohen në mënyrën sa më të mirë të mundshme në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të përcaktuara për më 12 prill, po ajo çka është më rëndësi dhe çka është themel i programit ton zgjedhor është vetingu në prokurori, vetingu në gjyqësor, vetingu në politik dhe Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e vetme politike që edhe në formë zyrtare ka kërkuar nga institucionet kompetente hetuese edhe nga ish prokuroria speciale publike, po edhe nga prokuroria publike e rregullt dhe republikane që të
zhvilloj hetimet, zhvilloj vetting për përfaqësuesit e saj partijak, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka çka të fsheh nga opinioni, nga institucionet, përkundrazi ne fuqimisht angazhohemi që të ketë vetting dhe në jetën politike të performojnë figura të pastra, siç është edhe vetë zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Edhe si komentoni përmendjen e tij pikërisht në rrugë? Nuk ka tu çka të komentohet më tutje, ne vetë angazhohemi vetë si parti politike dhe vetë kryetari Ali Ahmeti ka kërkuar që të kemi vetting. Dhe në asnjë moment dhe në asnjë mënyrë nuk mund të njolloset në njërin apo tjetrën mënyrë figura e ndonjë personaliteti partijak, siç është edhe vetë zëvendës kryeministri Osmani. Do t'ja dhemi për të kthyer të arsimi, ju lutem, ku është objekti i Universitetit në Tereza? Po din gjenerata e tretë e universitetit dhe akoma nuk ka një objekt. Ku harruar? Po. Një nga prioritetet tona kryesore është edhe ndërtimi i kampusit universitar për vetë Universitetin në Tereza, siç e dini edhe 2 vitet e kaluara të hollat në buxhet kanë qenë siguruar, edhe këtë vit janë të hollat në buxhet të siguruara. Për më tepër objekte janë bartur në pronësi në kuadër të kazermës i Linden Universitetit Nën Tereza dhe ajo çka po punohet për momentin është plani detaj urbanistik dhe se informacionet të cilët vinë nga vetë Universiteti Nën Tereza është në përfundim e sipër dhe posa të kryhet plani detaj urbanistik, Universiteti Nën Tereza do të shpall furnizim publik për adaptimin e atyre hapësirave dhe atyre objekteve që tashmë i kanë ata në pronësi në kuadër të kazermës i Linden. Ke mundësi ta bëjnë këtë derisa gjatë fushatave zgjedhore, edhe kjo do të bazë. Jo, patjetër në momentin që kryhet plani detaj urbanistik nuk ka kurfar pengesash për arsye se në planin për furnizime publike të Universitetit Nën Tereza, po dhe në buxhetin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës janë parapat hollat përpara se të shpërbëhet parlamenti dhe përpara se të merret vendimi që të shkohet në zgjedhje. Kështu që në aspektin ligjor, unë uroj që të kryhet sa më shpejt plani detaj urbanistik, nëse sot kryhet plani detaj urbanistik, të nesërmen mund të shpallet furnizimi publik. Por janë procedura administrative të cilat nuk durojnë shkelje, për ndryshe do të përballemi me përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve, prandaj duhet të respektohen dhe në momentin kur kompletohen edhe finalizohen mund të shpallet furnizim publik konkret. Kur jemi te kjo është antikorrupsioni, në fakt që sugjeron që të mos vazhdojnë proceset për shkak se mund të keq përdoren për cilët procese? Ndërtimet dhe Jo. që të përdoren si kampanjë zgjedhore nga partia. Gabim e keni. Është mirë që të analizojmë dispozitat e kodit zgjedhor dhe antikorrupsioni nuk e ka thënë këtë, do duhet me përpikmëri të lexojmë dispozitat e kodit zgjedhor. Në kodin zgjedhor thuhet se asnjë proces i caktuar, edhe në aspekt të investimit infrastrukturor, nuk guxon të ndërpritet. Nuk ka arsye pse të ndërpritet, nuk ka pengesë ligjore që të ndërpritet nëse i njëjti, edhe për të njëjtin, është parapar buxhet, janë parapar në programin përkatës dhe janë parapar në planin vjetor për furnizime publike. Nëse një projekt i caktuar është paraprakisht, edhe në planin vjetor për furnizime publike, procedura do duhet vazhdoj. Jo, edhe për objekte për të cilët mund të nisim prej fillimi. Oliver Spasovski včera... Në enitet A i kodit zgjedhor në mënyrë të qartë, përpikt, precize, të sakt, e përcakton se në cilat raste lejo. Оливер Спасовски вчера рече дека очекува оваа кампања да биде една од најцрните кампањи во историјата на државата, истото го потврди и од партијата СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Каква изборна кампања очекува ви? Ние очекуваме фер, демократска, мирна изборна кампања и сме максимално фокусирани на следната победа на Демократската унија за интеграција. Не пресим që të kemi një kampanjë fer, të lirë, demokratike, e të qetë dhe se maksimalisht jemi të fokusuar në fitoren e radhës absolute të Bashkimit Demokratik për Integrim. A како ги оценувате нивните најави за црна кампања? Јас велам на тоа што ние сме фокусирани како Демократска унија за интеграција. Во пресрет на изборите сега веднаш се оди со најави дека кампањата ќе биде црна. И секогаш кога Демократската унија за интеграција
била на власт, се организирани фер и демократски избори без инциденти и прифатливи резултати за сите актери. Фалемдерит. Ви благодарам многу. Фалемдерит. Ја често пресови да држа. Секој ден би требало.